Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju del gjumi në mes të natës dhe s'mund të lëvizni, arsyeja do ju befasoj. Imagjinoni si kur jeni brënda këtij skenari, në mes të natës ju jeni duke fjetur, pa pritur zgjoheni dhe s'mund të lëvizni. Syt nuk i mbani hapur dhe s'mund të lëvizni duar dhe këmbët, madje as gishtërinjt, fare s'mund t'i lëvizni. Frymëmarrja juaj bëhet akoma dhe më e vështirë. Nëse ndjeni se diçka është ulur në kraharorin tuaj, kjo skenë horror zgjat për disa minuta, por duket sikur zgjat me orë të tëra. Gjumi nuk është më i qetë, përkundrazi është i tmerrshëm. Me të vërtetë duket sikur kjo skenë është e shkruar në ndonjë libër, por është diçka reale. Kjo është më se e drejtë. Gjatë netëve ka njerëz të cilët e përjetojnë këtë gjë. Ata nuk ja kanë iden se çfarë po ndodh. Gjithsesi, hapësira për të lëvizur tashmë është e bllokuar totalisht. Tani ka ardhur koha të mësoni se pse ndodh ky fenomen. Këto simptoma janë një fenomen i një gjumi të çuditshëm të quajtur paralizë e gjumit. Me faktor të shumtë social dhe psikologjik, në vitin 2011 janë bërë 35 studime me më shumë se 36.000 pjesëtar. Gjetjet nga këto studime janë se 7.6% e këtyre njerëzve përjetojnë paralizën e gjumit, duke u rritur në 28.3% në grupe. Por nëse truri është zgjuar, atëherë pse trupi jon nuk mund të lëvizë? Gjithçka ka të bëjë me 3 ose 4 shkallat e fazës së REM, e cila do të thotë lëvizja e shpejtë të syve, dhe një gjendje specifike të REM-it. Është e mundur të ëndërrohet në të gjitha format e gjumit, por ëndrat që përjetohen në fazën REM janë më reale dhe më të gjalla. Truri është plotësisht aktiv gjatë fazës së gjumit të REM dhe njerëzit janë të paralizuar gjatë REM-it. Shumë njerëz të cilët të zgjohen gjithashtu pa pritur mund të lëvizin lirshëm. Megjithatë, ka njerëz edhe të cilët nuk mund të lëvizin pasi zgjohen nga paraliza e gjumit. Sigurisht kjo ndodh për shkak se gjendja e paralizës vazhdon edhe pasi zgjoheni. Në shumicën e kohës kjo eksperiencë zgjat disa sekonda ose deri në 1 minutë. Megjithatë, në raste të çuditshme disa njerëzve ju nevojiten 10 deri në 15 minuta për të rifituar fuqinë e lëvizjes. Shumë njerëz ndjejnë gjithashtu një prezencë kur janë në paralizën e gjumit. Hulumtuesit nuk janë të sigurt se çfarë e shkakton këtë, por ata kanë disa ide. Një nga këto është se truri imagjinon lëvizjen që trupi nuk mund ta bëjë. Truri në këtë rast thotë, unë nuk mund të lëviz duart, por ja ku e ke një halucinacion të duarve të tua teksa lëvizin. Gjithashtu një tjetër shpjegim është se pjesa e trurit, e cila është përgjegjëse për frikën, bëhet interaktive dhe këto janë rezultatet. Ti zgjohesh derisa amigdala lëshon britma. Ky është një kërcënim, kështu që truri duhet të shpik diçka për të rregulluar paradoksin që ka qenë aktiv pas edhe një arsye. Të zgjohesh pas mesnatë në orën 2 apo 3 të mëngjesit dhe të mos arrish të flesh më është me të vërtetë sfilitëse. Nuk ka ndonjë shpjegim mistik, ndodh shpesh dhe është përgjithsisht si pasojë e shqetësimeve të cilat krijojnë gjendje të ankthit. Prandaj në këtë video ne do të përpiqemi që t'ju shpjegojmë këtë fenomen në mënyrë që ju të arrini dhe ta kuptoni dhe të keni mundësinë që ta zgjidhni. Nuk duhet të lejoni që ky problem të zgjas në kohë, pasi kjo do të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Pasojat e zgjimit pas mesnate. Ekzistojnë shumë publikime të lidhura me këtë fenomen. Duhet të dini që nuk është një gjë e jashtëzakonshme. Bëhet fjalë për reagime të trurit që është në nivele të përpunuara të ankthit. Në disa raste, kur problemi bëhet i vazhdueshëm dhe zgjat në kohë, duhet kuruar. Duhet të merren në shqyrtim të gjitha shkaqet që ju bëjnë të zgjoheni pas mesnate. Nëse pas të zgjimit ndiheni anksios, ju mund të vuani nga takikardia dhe të ndiheni të kërcënuar. Në përpjekjet e dështuara për të fjetur sërish,
rritet njëkohësisht edhe nervozizmi dhe mendimet e këqija të cilat ndikojnë për të mos fjetur. Edhe në qoftë se ja dilni që të flini sërish, gjumi është i lehtë dhe i lodhshëm. Ky fenomen përsëritet 2 apo 3 herë në javë. Ankthi shkakton zgjimin gjatë natës. Nëse gjatë natës ju ndodh shpesh kjo gjë, atëherë duhet të shqetësoheni. Puna që bëni mundet që të jetë shumë e lodhshme ose keni nevojë për një moment pushimi. Të gjitha këto që tham gjenerojnë ankthin për të cilin mund të mos jemi përherë të vetëdijshëm, por truri jonë reagon në momentet e pushimit. Ankthi godet në një mënyrë të drejtpërdrejtë sistemin nervor qendror që fillon të ndryshojë me karakteristika të lehta gjatë kohës së pushimit. Të gjitha këto ndikojnë në fazat e gjumit. Ankthi fragmenton gjumin dhe vështirëson arritjen e fazës së REM, fazë ku gjumi bëhet edhe më i thellë. Truri e interpreton këtë ankth si kërcënim, si diçka prej së cilës duhet të largohet. Ndjesia e kërcënimit ndërpret të dhunshëm gjumin pasi ka pak kohë që ju ka zënë. Si ta zgjidhni këtë problem? Përpara së gjithash duhet gjetur burimi i ankthit. Duhet të kuptoni se diçka nuk po shkon siç duhet. Përpiquni që të bëni disa ndryshime të vogla në përditshmërinë tuaj. Vendosni prioritet dhe ndryshoni ca zakone në mënyrë që t'i jepni trurit tuaj stimuj të rinj për të shkarkuar tensionet. Bëni gjithmonë një shëtitje të paktën 30 minuta. Ecni dhe merrni frymë thellë. Kur të ktheheni në shtëpi, bëni një dush dhe do të shkoni në shtrat më të çlodhur. Mos e lodhni veten me mendimin nëse do zgjoheni sërish gjatë natës. Vendosja një vetes si detyrë, duhet të fle. Gjëja më e mirë që ju mund të bëni dhe më e vështira është që të zbrazni mendimet tuaja të këqija. Dhe gjithashtu, lexoni diçka dhe përqendroni në atë që ju po lexoni. Dhoma juaj duhet të jetë e freskët dhe e ajrosur mirë. Temperatura e duhur sipas ekspertëve është 20 gradë. Gjithashtu, rreth 4 apo 6 zgjime janë normale gjatë natës, por në qoftë se juve ju ndodh të zgjoheni gjithmonë në të njëjtën orë, atëherë për këtë ka disa arsye. Pozicioni i gabuar i gjumit. Simptoma të tilla si për shembull lodhja kronike, dhimbja e kokës, urthi dhe dhimbja e qafës ose shpinës munden që të shkaktohen nga fjetja e papërshtatshme. Urthi dhe dhimbja e qafës ose e shpinës gjithashtu munden që të trajtohen në qoftë se ju do të flini në anën e majtë për një gjumë akoma dhe më të qetë. Zhurma mjedisore. Nëse jetoni në një qytet të madh e dini se si është të ekspozoheni ndaj zhurmave të ndryshme ditën dhe natën. Alarmi i partnerit, radioja, një fqinji, autobusi që kalon aty pranë, ose ndonjë kafshë shtëpiake e cila luan përreth, këta janë shkaktar të prishjes së cilësisë së gjumit. Sindroma e këmbëve të shqetësuara. Në qoftë se zgjoheni me një dëshirë të fortë për të lëvizur këmbët, ndoshta keni sindromën e këmbëve të shqetësuara. Ky problem neurologjik mundet që të shkaktojë njëkohësisht dhimbje, kruajtje ose ndjesi zvarritëse në këmbët tuaja. Temperatura e gabuar e dhomës. Nëse e shihni veten duke u zgjuar në mes të natës, sepse ose jeni shumë të ftohtë ose shumë të nxehtë, problemi është temperatura e dhomës tuaj. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore. Para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.